10 vendet ku natyra sfidon logjikën njerëzore. Dokumentar shqip, për më shumë video, na bëni subscribe dhe shtyp zilen për të mos humbur asnjë video. Planeti ynë është plot mrekulli. Për disa vende duken sikur janë jashtë çdo ligji të natyrës. Nga liçene që vlojnë vetë, te pyje që flasin, e male që lëvizin, këto janë 10 vendet ku natyra sfidon logjikën njerëzore. Përgatituni për një udhëtim që do t'ju bëjë të dyshoni në gjithçka që mendonit se ishte e mundur. 1. I liçeni që vlon vetë, Boiling Lake, Dominika. Ky liçen i madh, me ujë që zien pareshtur, ndodhet në mes të xhungullës tropikale. Temperaturat arrin mbi 90 gradë Celsius. Shkencëtarët mendojnë se nxehtësia vjen nga një dhomë magme poshtë sipërfaqes, që e kthen ujin në avull, një kazan gjigant natyror që nuk pushon kurrë. 2. Mali që lëviz, Sliding Rocks, Death Valley, SHBA. Në këtë shkretëtir, gur të mëdhenj lëvizin vetë në përrër duke lënë gjurmë të gjata pas. Vetëm në vitin 2014, shkencëtarët zbuluan arsyen. Kur gjatë natës formohet një shtresë e holl akulli, era e shtyn gurin ngadalë mbi sipërfaqen e lëmuar, por pamja mbetet krejt surrealiste. Gur që ecin vetë në mes të asgjësisë. 3. Pyj që zhytet një ujë, Lake Kaindi, Kazakstan. Një liçen i kristalt në mes të maleve, ku pemët e zhytura qëndrojnë drejtë si të ishin ende gjallë. Pas një tërmeti në vitin 1911, lumi u bllokua dhe përmbyti pyllin, duke krijuar një botë magjike në ujore që s'mund ta gjesh askund. 4. Liçeni Rose, Lake Hillier, Australi. Uji i tij ka një ngjyrë roz të ndezur që s'ndryshon, as në shishe, as në foto. Shkencëtarët besojnë se ngjyra vjen nga një lloj bakterie që prodhon pigmentin roz, por askush s'e di pse ky liçen është kaq i qëndrueshëm. Një enigmë që i reziston kohës. 5. Mali që këndon, Whistling Dunes, Katar. Kur era fryn fort, dunat e kësaj shkretëtire prodhojnë tinguj të çuditshëm si këngë, murmurima apo bubullime. Fenomeni ndodh kur miliona kokra rëre përplasen me një frekuencë të saktë, një simfoni natyrore që s'mund ta riprodhojmë dot me teknologji. 6. Ujvara që shkon përpjet, Faroe Islands. Në ishujt e Faroe, era e fortë bën që uji i ujvarës Mulla Fosur të ngjitet përpjet në vend që të bjerë poshtë. Një pamje e mahnitshme, ku natyra duket sikur ka harruar ligjet e gravitetit. 7. Liçeni që zhduk njerëzit, Lake Natron, Tanzani. Ky liçen është aq alkalin sa çdo krijesë që bie brenda mineralizohet menjëherë, duke u kthyer në statuj gëlqërore. Pamja është e bukur, por vdekje prurse. Një vend ku jeta e vdekja bashkëjetojnë në heshtje. 8. Vendi ku rrufeja godet pa pushim, Catatumbo, Venezuela. Në këtë zonë, rrufeja bie mbi 200 herë në orë, gati çdo natë të vitit. Fenomeni shkaktohet nga përplasja e erave të ngrohta me ato të ftohta, që krijojnë energji elektrike të vazhdueshme, një spektakël qiellor që nuk pushon kurrë. 9. Mali me ngjyra, Rainbow Mountain, Peru. Në Andet e Perus, ndodhet një mal me shtresa natyrore shumë ngjyrshe, të kuqe, të verdh, gjelqi, vjollc. Ngjyrat krijohen nga minerale të ndryshme në tokë, një peizazh që duket si pikturë, por është krejt real. 10. Vendi ku nata s'mbaron, Tromsø, Norvegji. Në këtë qytet, për disa muaj në vit, dielli nuk lind kurrë. Errësira mbulon çdo gjë dhe jeta vazhdon në dritë hënore dhe aurorë boreale.
Një eksperiencë e çuditshme për trupin e njeriut. Ritmet e gjumit ndryshojnë, psikikat rëndikat, por banorët janë mësuar të jetojnë me natën e përjetshme. Natyra është plot çuditëra që as teknologjia nuk mund t'i shpjegojë plotësisht. Nga liçenet që vlojnë, te malet që këndojnë, e dritat që nuk ndalen kurrë. Planeti Tokë është një kujtesë se ka shumë mistere për t'u zbuluar. Ndoshta ajo që quajmë të pamundur është thjesht diçka që ende nuk e kemi kuptuar.